Hello, nga një tjetër vlog këtu në kanalin tim. E di që I preferoni shumë këto videot dhe prandaj sot do të kemi një video pastrimi me themel të shtëpisë. Përpara se të nis me punët, gjithmonë bëj një kafe turke që të nisin punët me gjithë qef. Vendi ku bëhet më shumë rrëmuj në shtëpinë time është kuzhina. Si fillim, filloj me sistemimin e enëve të lara. Kisha shumë ditë që e mendoja për organizimin e pjatave. Më ka zënë koka dhe nuk e di nga t'ja nis sepse më janë bërë shumë rrëmuj, edhe duhet t'i sistemoj dhe t'i seleksionoj disa që nuk përdoren në përditshmëri, t'i heq dhe t'i vendos në një dollap tjetër të kuzhinës. Këtë pastruesin Kleenex do ta riplej përsëri sepse më ka pëlqyer shumë dhe më ka shkuar goxha gjatë. Me të pastroj të gjitha dollapet nga brenda, mund të pastroj banakun nga jashtë të kuzhinës, pra është universal dhe mund të pastroni shumë pjesë të shtëpisë. Të diellat jo shpesh herë I kaloj në shtëpi dhe me që isha në shtëpinë time e shfrytëzova rastin që të pastroja të gjithë shtëpinë dhe shtëpia të jetë sa më e pastër dhe të jetë gati për verën, edhe pse unë për verën nuk do jem këtu në shtëpi. Këto leckat mi kishte dërguar mami herën e kaluar dhe janë të Viledës, është hera parë që I përdor dhe më pëlqyen shumë. Janë mikrofiber dhe mund të pastrojmë për shembull frigoriferin, mund të pastrojmë sobën, sepse janë xham nga jashtë edhe duhet një copë e tillë që t'i marrë të gjithë pushën edhe t'i pastroj sa më mirë. Siç e shihni, edhe nga jashtë dollapet e kuzhinës I pastroj me këtë leckën edhe me Kleenexin. Një kombinim shumë I mirë dhe ju siguroj që dalin nxits. Nuk e di nëse e mbani më nga një vlog I kaluar ku përdora për larjen e dollapeve nga jashtë uthull edhe vaj ulliri. Nuk ja u sugjeroj të bëni sepse I linte gjithë viza edhe tani kur I pastrova ato prap ishin në dollape dhe mezi kam hequr me këtë Kleenexin dhe leckën. Atë mënyrën e pastrimit me vaj dhe uthull e kisha parë në ChatGPT edhe nuk ja u sugjeroj t'i bëni. Çdo gjë që ne shohim në ChatGPT është e saktë dhe me sukses.
Pjesa e lapamanit është një nga pjesët që unë kam fiksim dhe duhet që t'jetë gjithmonë e pastër. Përdor gjithmonë atë Kleenexin ose këtë xifin, është shumë i mirë. E fërkoj me atë furçën blu edhe në fund del cic. Është pak e vështirë sepse është e zezë dhe duhet që të duket shumë mirë e larë dhe e fërkuar, sepse prap ngele në fund nëse ti se pastron mirë. Just wanna feel your energy. Baby, when you're coming close to me, it's just like the feel of summer. I'll be waiting where you left me. Me pastrimin e kuzhinës, mendova dhe të hiqja këto dekoret e vogla për pashk që kisha bërë. Më kanë acaruar shumë këto fijet e kashtës, nuk e di kashtë më duket janë, sepse sa herë që e pastroja banaku me leck, më kapej lecka tek ato edhe bëhej plis gjithë vendi. Plus, ato organizueset për kripën dhe piperin nuk nxjerrin fare, janë thjesht për bukuri njerëz, mos i blini, ose blini për bukuri siç i mora unë. Misty haze, falling sky, give me something I can hold. I don't mind if it never shows, 'cause you know I love you right back. Yes, I love you like that. Yes, I love you like that, that. I don't wanna be your enemy. I just wanna feel your energy. Baby, when you're coming close to me, it's just like the feel of summer. Në fakt duhet të mendoj këto ditë se çfarë duhet i shtoj kuzhinës dhe shtëpisë, disa gjëra të bukura dekorime për verë, me që po na vjen vera dhe ta bëjmë pak atmosferë më të bukur, duke qenë se hoqëm edhe këto të festës së Pashkës. I'll be waiting where you left me. Përpara se të merrem me sirtarët e tjerë, i hedh pak fare pika ujë pianurës edhe këtë detergjentin që e pastron mirë. Sirtarët më të përdorshëm në shtëpinë time është ky sirtari ku mbaj qepët, hudhrat, patatet dhe siç e shihni këto shportat e vogla të kashtës janë shpëtim, edhe pse bien pak disa gjëra pislliqe të vogla në sirtar, përsëri duan që të pastrohen, sigurisht me leckën e verdhë dhe më pas me këtë mikrofibrën, cila i bën xic. Më pas pastrova këto sirtaret ku mbajmë garuzhdet, jo këto lugët e gjata, pirunët e gjatë, këtë sitën e vogël, atë që bëjmë kafen, frapen, bëhen pisë njerëz, bëhen edhe rëmuj, sepse çdo ditë që i përdori merr dhe lër, jo gjithmonë i lëm në vendin e duhur edhe duan këtë pastrimin. Kështu ka lezet, nuk e dim për sa ditë do shkojnë kaq të rregulluara, por të shohim. Duhet ndihma juaj, ja u kam thënë dhe në për video të tjera me shkrim, por tani po ja bëj kërkesën me zë.
më duhet një detergjent ose një mënyrë se si ju i lani pianurat, sepse po të shihni në video, mua më kanë ngelur tek një nga këto pllakat e vogla, shenja të bardha të cilat nuk hiqen me asgjë. E provova me këtë detergjentin tjetër, që është si Pink Stuffy. E kam fërkuar dhe me këtë tip risku që është për pianurat dhe përsëri nuk i del shumë pak, por prap ka ngelur. Nuk e di, domethënë çfarë mënyre të përdor apo çfarë detergjenti apo në një gjë që mund të gjejmë në shtëpi për të larë pianurën. Këto janë dhe trandafilat e kopshtit, të cilat i kisha futur 2 ditë më përpara, por janë bukur. Fillova dhe me pastrimin e sallonit, po i heq të mbulesat e divanëve për t'i shkundur dhe për t'i lënë jashtë që të ajrosen sa më shumë. Më pas po bëja pluhrat, ka qenë gjëja dhe vazhdon të jetë gjëja më e vështirë dhe më e shëmtuar dhe nuk e bëj fare me dëshirë dhe gjithmonë mami mi linte mua pluhrat, por nuk kemi çfarë të bëjmë, duhet t'i fshim pluhrat e shtëpisë dhe që të duken sa më pastër. Vazhdojmë dhe me dhomën e gjumit, dhoma ku unë flej gjumë, ndrova të gjitha çarçafët edhe këto klëfët, pavarësisht se unë përdor vetëm 2 nga ato jastikët, të tjerët i mbajmë sa për dekor, sa për të qenë aty në krevat. Kam fshirë të gjitha pluhrat dhe më pas fillova me pastrimin me fshes korendi. Kur dola në balkon pash edhe këtë lëndinën, në cila ishte mbushur me lule të verdha dhe që simbolizojnë ardhjen e verës në fakt, që kur isha e vogël sa herë i shikoja e kuptoja që vera po vinte. Këto 2 të tjerat janë 2 dhomat e tjera të shtëpisë, të cilat nuk përdoren fare. Njëra është ku unë kam dollapin e rrobave, tjetra është si tip dhomë pritjeje, siç i kemi ne në Shqipëri me nga 2 dhoma, por që s'përdoret fare. Këtu isha duke larë dhe oborin, kisha disa ditë që nuk e kisha larë, kishin rënë edhe shira, siç e shihni çdo gjë është gjelbëruar, kanë çelur dhe lule dhe vjen një aromë shumë e mirë sa po futesh në obor. Këtu isha lodhur aq shumë, por më kishte ngelur të laja gjithë shtëpinë, pllakat, edhe të pastroja tualetin, i bëra dhe ato shpejt dhe në fund më kishte ngelur përgatitja e drekës. Nuk mund t'ju lija pa një recetë të shëndetshme dhe të mirë në këtë video pastrimit të shtëpisë. Ja dhe delkat e vogla të cilat i pash mbrapa shtëpisë tek lëndina dhe thash pse mos t'i ka pak në video. Për 7 qofte që dolën në fund, unë përdora 3 kungulleshka të vogla, kështu si që quaj unë kungulleshka, i kam pastruar nga lëkura, i kam përzier me një kokër qep, me 3 thelpinj hudhëra, i kam ngrirë mirë te kjo mikseri dhe më pas, me anën të një klëfi jastoku të cilin e përdor gjithmonë për këto gjëra, të pastër, e hedhim të gjithë masën dhe lëm që të kulloj tek lavamani për 1 ose 2 orë, varet. Unë sa mbarova punët të gjitha, ajo e kishte rrjedhur të gjithë ujin që ka kungulleshka dhe e kisha gati për të përgatitur qoftet. Dohuni që qofteve t'ja hiqni këtë lëngun përpara se t'i përgatisni. Gjithashtu kam shtuar një kokër ves, kam shtuar pak djath mix gouda, kam shtuar koper dhe majdanos, sepse unë i kam shumë qef, por është sipas dëshirës tuaj. Duhej pak galet, por unë mendoja se kisha në shtëpi, por kur pash në dollap nuk kisha dhe i shtova 2 lugë miell. Është ok, nuk është ndonjë problem, por mendoj se me pak galet
të dali pak më krokante dhe më e mirë. I shtova erëzat që doja, hudhër pluhur, krip, pak piper të zi dhe i kam përzier mirë, i vendosa, i krijova qoftet dhe më pas i lash në ngrirje për rreth gjysmore, 20 minuta gjysmore sa të fillojnë të mpiksen pak dhe i poqa në furrë në 200 gradë për rreth 25 minuta, gati 30. Duhet t'i shihni her pas here që mos t'ju digjen dhe dalin super të shijshme. Ky është një nga ato momentet e shumta ku unë flas me mamin, edhe se cila bën ato punët e veta, thjesht hapim kamerën dhe se cila bën punët e saj, as nuk flasim, por vetëm bëjmë punën. Ja si duken qoftet e pjekura, kanë dalë super të shijshme dhe në aromë dhe në shije. Përgatita një sallatë, qoftet dhe këto pitet që janë prej misri. Ky është përfundimi i shtëpisë e pastruar, disa pjesë të shtëpisë dhe shihemi në një video tjetër. Paçi, një javë të bukur.